Mbi 60 autobus me qytetarë janë nisur nga Prishtina për të marrë pjesë në proteste në Tiranë, në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-s që po gjykohen në Hagë. Qytetarë të shumtë ishin mbledhur sot në mëngjes te Pallati i Rinisë në Prishtinë për të marrë rrugë drejt kryeqytetit shqiptar për të qenë pjesëmarrës në protestën madhështore që do të mbahet në sheshin Skënderbeu në Tiranë nga ora 17. Qytetarët, disa me flamoj e disa edhe me veshje të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, po presin çastet e fundit për të nisur drejt Tiranës, ku do të mbahet protesta në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-s. Kujtojmë se sipas OVL UÇK nga Kosova, në Tiranë sot do të nisen mbi 60 autobus me qytetarë që pritet t'i bashkohen protestës në kryeqytetin shqiptar.